Një video e publikuar në rrjetet sociale ka shkaktuar reagime të forta pasi në të shihet drejtori i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore në qarkun e Vlorës, Genci Kongjoni, së bashku me punonjës të tjerë të institucionit që dëgjohen duke përdorur shprehje të papërshtatshme ndaj 2 turisteve në Sarandë. Pas publikimit të videos, Agjencia Mbikëqyrjes Policore reagoi me një deklaratë zyrtare, duke sqaruar se ngjarja lidhet me një operacion të zhvilluar më 11 qershor 2026 në qytetin e Sarandës, lidhur me publikimin në rrjetet sociale të kësaj video, në cilën pretendohet se janë të përfshirë disa punonjës të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore në qytetin e Sarandës. Në datë 11/6/2026, punonjësit e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore ndodheshin në qytetin e Sarandës së bashku me punonjës të policisë së shtetit në kuadër të zbatimit të urdhrit të prokurorit të nxjerrë mbi bazën e verifikimit të gjykatës për kontrollin e banesës së punonjësit të policisë Ajdin Islamaj. Shtetasi në fjalë është personën e tim në kuadër të procedimit penal numër 304/2026 për veprën penale shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 284 i kodit penal, ndaj të cilit është caktuar masa e sigurimit. Gjatë veprimtarive për ekzekutimin e urdhrit të kontrollit, punonjësi i policisë fillimisht ka kundërshtuar dhe ka refuzuar të hapë derën e banesës për ushtrimin e kontrollit. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka marrë masën e pezullimit të përkohshëm të punonjësve të pretenduar si të përfshirë në video dhe ka nisur procedimin disiplinor për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Ndërkohë, po kryen veprimet e para proceduriale dhe materialet përkatëse do t'i referohen prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për vlerësimin dhe ndjekjen e mëtejshme sipas kompetencës, thuhet në deklaratën e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore.